pas para tre vjetësh, nuk e di çfarë niveli është realizuar, por ka pas aktor vetë të vendosës që e kanë konfirmuar. Po deri në këtë fazë nuk kam dieni që këtë lëvizën diçka. Kredi që ka pas takimin të reja me takmitin me ministrin e të shtatë dhe me kundërshtimin tonë që nuk i keni ende tamam vendimin nga se diskutoni në lëvizjen vendosën nëse jeni pro ose kundër ti të bëhet shpreh parlamentare. Keni marrë tash një vendim? Ju si listë deputet. Sa kanë hënë në partia vetë. Andaj bëra pikën se lista deputet. Dhe çështja është për negociatat me Nisën Social-Demokratëve dhe zotin Lima, do thotë negociatat është vënë në këtë rast lëvizja vendosë dhe ministri Andi Kurti ose dikush nga pjesa e ekipës që potencialisht mund me uvollim dhe takime ka pas para tre vjetësh. Nuk e di çfarë niveli është realizuar, por ka pas aktor vetë të vendosës që e kanë konfirmuar. Po deri në këtë fazë nuk kam dieni që këtë lëvizën diçka. Ajo që dihet është që do thotë në aspektin e qeverisjes ne gjithë e shohim Nisën Social-Demokrate si partner. Zotëri Beci, në rrafshin personal, a keni ndonjë parashikim se kur mund të zgjidhet kjo bllokatë? Sot e 25 herë, në anën tjetër po thoni se keni ofruar alternativa të cilat nuk është që kanë dhënë ndonjë rezultat. Në rrafshin personal, a keni ndonjë kohë, nëse jo ditë, kur mund të ndodhë? Jo, nuk mund me parashikuni gjë të tillë. Do të është shumë hipotetike. Do të isha shumë i lumtur në rast se do të arrijmë që ta zgjerim kryetarin e kuvendit edhe të futemi në afate ligjore dhe kushtetuese për mandatarin e qeverisë. Faleminderit. Në rastin në moment nuk është